Manastiri i Zvërnecit, një nga perlat e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të Shqipërisë, i vendosur në lagunën piktoreske të Nartës, po përballet me një rrezik serioz. Ura harkore prej druri që lidh brigjet me manastirin, dikur simboli një ndërthurje të bukurisë natyrore me arkitekturën tradicionale, sot ndodhet në gjendje të mjerueshme. Sheshet ndaluese për turistët, të ndërtuara me dru, janë kalbur dhe dëmtuar nga lagështia dhe mungesa e mirëmbajtjes. Prej më shumë se 2 vitesh, asnjë ndërhyrje nuk është bërë, duke e kthyer këtë rrugë në një rrezik të përhershëm për turistët dhe qytetarët, si dhe për klerikët që jetojnë dhe shërbejnë në këtë vend të shenjtë. Pavarësisht fluksit të vizitorëve vendas dhe të huaj, si dhe nxënësve që e frekuentojnë këtë destinacion edukativ dhe shpirtëror, institucionet lokale nuk kanë marrë masa për rikonstruksionin e kësaj ure druri, që është tashmë gjysmë e rrëzuar. Apeli është i qartë, Bashkia Vlorë dhe institucionet përgjegjëse duhet të ndërhyjnë menjëherë. Nevojitet një projekt serioz për rikonstruksionin e urës me materiale cilësore dhe standarde sigurie, duke respektuar vlerat historike dhe ekologjike të zonës. Manastiri i Zvërnecit meriton të ruhet dhe të promovohet si një destinacion i rëndësishëm i turizmit kulturor dhe fetar në Shqipëri, jo të braktiset në harres deri në ndonjë tragjedi të paralajmëruar.